Ministri e jashtme e Shqipërisë Elisa Spiropali ka reaguar pas vendimit të SBA për të pezulluar vizat migratore. Sipas saj, vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pezullimin e përkohshëm të përpunimit të disa vizave migratore nuk targeton Shqipërinë dhe nuk ndalon në udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-ve, por është pjesë e një rishikimi më të gjerë të politikës amerikane të imigracionit që prek 10 vende. Kam ndjekur me vëmendje gjatë gjithë mbrëmjes së dieshme rrebeshin e spekulimeve politike mbi çështjen e vizave drejt SBA-s. Ndërkohë që Shqipëria sot respektohet e çmohet kudo dhe është më aktive se kurrë, disa udhëhumbur në Tiranë kanë vënë kujën se SBA-t sipas tyre kanë ngrirë dhe bllokuar vizat për shqiptarët. Fabula e tyre e qartur shkon aq larg sa deklarojnë se partnerët tanë historik dhe strategjik e kanë futur Shqipërinë në listën e zezë e paimagjinueshme. Në fakt, të dyja këto janë fundekrye trillime politike. E vërteta është se vendimi i fundit i SBA-ve nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-ve, kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat tek familjarët apo evente të lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhëtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar, por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit, deklaron ministria. Ajo i cilësoi si spekulime politike pretendimet për një bllokim apo listë të zezë për shqiptarët, duke theksuar se viza turistike, studentore, familjare dhe ato për biznes vijojnë normalisht. Spiropali nënvizon se Shqipëria mbetet një aleate e fortë dhe partner strategjik i SBA-ve me marrëdhënie të qëndrueshme dhe të pandryshuara mes dy vendeve. Pra nuk bëhet fjalë për një vendim që targeton Shqipërinë, por për një rishqyrtim lidhur me procesin e vizave për qëllime imigrimi në SBA për 75 vende, përfshirë 5 vende të Ballkanit Perëndimor. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet përpunimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet dhe avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Pra shkurt e thjesht, vendimi nuk ka të bëjë asgjë kundi me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Për të gjithë kësaj tymnaje, një vërtet e madhe, që është e qartë si drita e diellit, Shqipëria ka qenë dhe mbetet aleati dhe partneri strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vend mik me të cilin na bashkon një rrugë gjatë dhe pa ndashme vlerash dhe qëllimesh, thot Spiropali në rrjetet sociale. Pas pezullimit të lotarisë amerikane, Dash lajmëroi dje ndalimin e dhënies së vizave nga 21 janari për Shqipërinë. Një memorandum i Departamentit të Shtetit, i parë fillimisht nga Fox News Digital, udhëzon zyrtarët konsullor të refuzojnë vizat sipas ligjit ekzistues, ndërkohë që departamenti rishikon procedurat e kontrollit dhe e verifikimit. Pezullimi do të fillojë më 21 janar dhe do të vazhdojë pa afat të caktuar, derisa departamenti të kryejë një rivlerësim të procesimit të vizave të emigracionit. Në nëntor 2025, një komunikat e Departamentit të Shtetit e dërguar në përfaqësitë diplomatike në mbar botën udhëzonte zyrtarët konsullor të zbatonin rregullat e reja e gjithëpërfshirëse të kontrollit, sipas të ashtu quajturit dispozit public charge të ligjit të emigracionit. Udhëzimi i kërkon zyrtarëve konsullor të refuzojnë vizat për aplikantët që vlerësohen se ka gjasa të mbështeten në përfitime publike, duke marrë në konsiderat një gamë të gjerë faktorësh, përfshirë shëndetin, moshën, njohurit e gjuhës angleze, gjendjen financiare e madje, edhe nevojën e mundshme për kujdes mjekësor afatgjat. Aplikantët më të moshuar ose mbi peshë mund të refuzohen, ashtu si dhe ata që kanë pasur ndonjë përdorim të mëparshëm të ndihmës financiare shtetërore ose janë institucionalizuar. Sipas Fox News, Shqipëria është një nga 75 vendet në listën e vendeve që po u pezullohet shqyrtimi i vizave për emigrantët nga data 21 janar. Lista e plotë e vendeve për qytetarët e të cilëve e pezullohet dhënia e vizave amerikane: Afganistan, Shqipëri, Algjeri, Antigua dhe Barbuda, Armeni, Azerbajxhan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorusi, Belize, Butan, Bosnjë-Hercegovinë, Brazil, Burma, Kambodja, Kamerun, Kepi i Gjelbër, Kolumbi, Bregu i Fildisht, Kuba, Republika Demokratike e Kongos, Republika Dominikane, Egjipti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Gambia, Gjeorgjia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Irani, Iraku, Jamajka, Jordania, Kazakistani, Kosova, Kuvajti, Kirgistani, Laos, Libani, Liberi, Libia, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mongolia, Malizi, Maroku, Nepali, Nicaragua, Rusia, Ruanda, St. Kitts dhe Nevis, Santa Lucia, St. Vincent dhe Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudani Jugor, Sudani, Siria, Tanzania, Tajlanda, Togo, Tunizia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan dhe Jemeni.